jam pjesë e trupës teatrit Vlorës, edhe shkollimin ton, si që bëjmë për teatr, po edhe në gjithë botën, nuk ka aktor, nëse do ta quash aktor, aktori fillon nga teatri. Gjithë ata që shikon ti, që luajnë për filma, patjetër e kanë filluar nga teatri. Dhe më e mira do ishte që mos ta lësh teatrin. Sa do suksese të bësh ti, të bësh kush duash ti, për shembull, ke Denzel Washington. Çfarë do më na jeta ai person që unë e adhuroj si aktor, Denzel Washington, i cili po luan tani në moshën 70 vjeçare, më fal, po luan Otellon e Shakespeare-it në Broadway, në teatr. E thot edhe ai, mos e lini kur teatrin. Të paktën një premier në vit, sa do të haj kohë, 2 muaj, 3 muaj. Pse? Teatri të bën aktor, okay? Filmi të bën të njohur. Filmi të bën të suksesshëm, a kupton? Kjo është e gjitha. Por nëse do të bëhesh aktor, merru me teatr. Atje vlon pasioni tamam. Jo, aty është më ndjesh pluhurin e skenës, të rish, të kesh pjesën e punës të rolit, siç punon me një rol në teatr, nuk punon ashtu në film, por zakonisht e përdor këtë praktikën time të punës time në rol, nga teatri, pjesën e procesit, jo interpretimin tim, mos i ngatrojmë këto gjëra, po pjesën e procesit punës time me rolin nga teatri, më thënë që e kam në teatr, patjetër që e përdor në film, po jo interpretimi. Interpretimi patjetër që jo, se është tjetër teatri, është tjetër filmi, pjesa e ana teknike, pjesa e interpretimit, të dyja kanë një qëllim, nxjerrja e emocioneve të vërteta. Real, ti jesh i vërtet në atë që bën, ti jesh i sinqert në atë që bën. Kaq, ky është qëllimi vetëm që ka aktori dhe artisti në përgjithësi, se edhe një piktur kur ti sheh, të pëlqen ajo piktur, çfarë të përcjell ty ajo emocione. Nëse nuk të përcjell emocione, atëherë nuk është e suksesshme. Kështu shkon. Më mungon diçka.